Desha të ndërlidhen me Dukun, fillimisht ndërkohë që më kundërshtonte, tha në fillim se rastet e aborteve janë pak, ndërkohë që në vazhdim të emisionit potenconte se rastet e aborteve ka shumë, janë dy deklarata kontradiktore. Sa i përket informacioneve nga qendra klinike universitare e Kosovës, për 6 vite, prej vitit 2012 deri në vitin 2018, janë gjithsej 752 raste të aborteve. Abortet të cilat kanë ndodhur kryesisht 90% në javën e 10. Po, kanë ndodhur kryesisht në javën e 10, mirë po kanë ndodhur kryesisht për shkaqe shëndetësore, pra kur është vënë në rrezik jeta e nënës, atëherë është ndërhyr, domethënë duke e larguar foshnjën. Kjo na jep neve, ju dëgjova deri në fund, besoj që ndoshta keni kohë më dëgjova edhe ju mund deri të përfundoj tezën. Nëse kemi parasysh këtë gjendje për 752 raste për 6 vite janë kryesisht për shkaqe shëndetësore. S'kan qare pa e krya ata abort sepse nana mundet me dek. A i ka kuptan? Dhe më thonë, ku është nëse na nuk intervenojna me i krya abortin mundet me ardh me vdek nana. Do thonë nuk ka qare doktori pa krya abortin. Nuk i dhash konotacion statistikave të cilat unë po i ciki, nuk po u jap konotacion as negativ as pozitiv. Pra po i analizoj statistikat të cilat unë po u jap, juve janë nga klinika, nga qendra klinikës universitare të Kosovës, janë statistika, nuk po çasem në aspektin as pozitiv as negativ, nuk po ju jap rrugë, mirë po i komentoj siç më takon mua si sociolog. Pra ndërkohë që kemi gjithë këto raste janë kryesisht për shkaqe shëndetësore, edhe mirë që janë, për shkak se shëndeti i nënës është më i rëndësishëm se sa shëndeti i një fushnje e cila nuk ka ardhur ende në jetë. Mirë, por nëse marrim e bëjmë një krahasim të shkurt dhe shohim 752 raste për 6 vite që janë të regjistruara, sa raste të tilla dhe të shumta kanë ndodhur në për institucionet private të cilat nuk janë të regjistruara. Pra, këtu e shohim rëndësinë e digitalizimit shëndetësor. Pra, Ministria e Shëndetësisë sa më shpejt duhet të bëjë hapa para në mënyrë që ta fus digitalizimin nëpër qendrat si ato private edhe si ato shtetërore. Për shkak se nëse kishim pasur digitalizimin shëndetësor, çdo kontroll që e kish bën në ndonjë institucion, ajo domethënë ishte regjistruar. Pastaj kishim pas një pasqyrë më të qartë se cilat janë shkaqet e aborteve dhe pastaj cilat janë edhe pasojat në vazhdim. Kryesisht po e shoh domethënë përmend edhe edukimi seksual, unë e shoh nga aspekti i këtij debati, pra nuk besoj se duhet të ishte kryefjala e këtij debati edukimi seksual, mirë po trajtimi i